Në jug të Gazës, qyteti i Khan Younisit është goditur sërish nga një valë e rëndë bombardimesh izraelite që kanë shkaktuar 33 viktima brenda rreth 12 orësh. Sipas autoriteteve lokale, sulmat të cilët nisën mbrëmjen e së mërkurës dhe vijuan deri në orët e para të mëngjesit të së njëjtës, kanë goditur kryesisht zona të banuara dhe kampe me njerëz të zhvendosur ku strahohen mijëra familje të larguara nga luftimet. Raportimet nga terreni flasin për skena të rënda dhe tendat e improvizuara të banorëve të zhvendosur, ku 4 sulme të njëpasnjëshme vranë 17 persona, midis tyre 5 gra dhe 5 fëmijë. Në total, numri i viktimave brenda 12 orësh ka arritur në 33, duke bërë këtë ofensivë ajrore më të rëndën që nga 10 tetori, dita kur hyri në fuqi armpushimi i ndërmjetësuar në SBA. Përshkallëzimi nisi pasi ushtria izraelite njoftoi se trupat e saj ishin qelluar të mërkurën në zonën e Khan Younisit, edhe pse sipas Izraelit asnjë ushtar nuk u lëndua. Përgjigjja erdhi me një sër goditjesh të shenjtëruara, të cilat ushtria i justifikoi me objektivin për të eliminuar 2 figura të Hamasit, një komandant të njësisë detare dhe një drejtues të rrjetit të tuneleve në jug të Gazës. Por Hamasi ka mohuar të ketë qelluar deri trupave izraeli dhe ka akuzuar Izraelin për sulm të qëllimshëm ndaj civilëve. Në deklaratën e këtij grupi ka cilësuar ofensivën si një masakër tronditse dhe ka paralajmëruar se goditjet e tilla rrezikojnë ta zhysin rajonin në një cikël të rridhune. Ndërkohë, organizatat humanitare në terren thonë se numri i zhvendosur në Khan Younis është rritur ndjeshëm gjatë javës së fundit, ndërsa kapacitetet e spitaleve dhe strukturave të emergjencës janë tashmë në kufin të kolapsit. Mungesa e energjisë, ujit të pijshëm dhe barnave po e përkeqëson dhe më shumë situatën humanitare, ndërsa ekipet e shpëtimit punojnë mes rënojave për të kërkuar të mbijetuar. Me rritjen e numrit të viktimave dhe intensifikimin e sulmeve, tensionet në Gazën jugore po thellohen, ndërsa komuniteti ndërkombëtar vijon të bëjë thirrje për përmbajtje dhe rikthim të negociatat për armpushim.